Jan Marsalek, ish drejtori i Wirecard, i cili iku në Moskë pas falimentimit të kompanisë gjermane në vitin 2020, kur doli në pa një mashtrim prej 1.9 miliard eurosh, është i lidhur përmes rrjetit bullgar të spionazhit që ai drejtonte në Mbretërinë e Bashkuar, me një skem të sanksionuar pastrimi parash që përfshinte tregtar droge dhe oligark rus. Financial Times raporton se, sipas NCA-s britanike, spionët morën fonde nga 2 rrjete kriminale të njohura si Smart dhe TGR. Rrjetet mbledhin para nga trafiku i drogës, trafiku i armëve dhe imigracioni i paligjshëm, i transformojnë ato në kriptomonedha dhe u dërgojnë kriminalëve ose individëve nën sanksione. Në verën e vitit 2023, pasi policia arrestoi shumicën e anëtarëve të rrjetit, individ të afërt me inteligjencën ruse u përpoqën të përdorin Smart për të financuar spion bullgar, ndërsa Marsalek ishte në Moskë. Sipas NCA-s, skema u përdor nga oligarkët dhe karteli Kinahan, rrjeti irlandez i trafikimit të kokainës, i lidhur me vrasje të shumta me kontratë. Smart drejtohet nga Ektarina Zhdanova, një shtetase ruse nën sanksionet e SBA-s dhe aktualisht në paraburgim në Francë, ndërsa TGR drejtohet nga George Rossi, një shtetas ukrainas i lindur në Rusi, gjithashtu nën sanksionet e SBA-s. Hetimi i NCA-s i quajtur operacionit Destabilizio rezultoi në 128 arrestime dhe sekuestrimin e mbi 25 milion poundëve në para, të gatshme dhe kriptomonedha. Hetuesit theksuan se si shteti rus u përpoq të bashkëpunonte me bandat kriminale për të anashkaluar sanksionet perëndimore të vendosura pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022. Për të dekurajuar këdo që të bashkëpunonte me këto rrjete, NCA vendosi postera në rusisht dhe anglisht në banjot e zonave të shërbimit të autostradave britanike.